Gjitha vendet e rajonit ka ra informaliteti, po ende mbi 33.8% prapë në Kosova dhe moli zi informaliteti më të mëdhenj. Shiko, konkret lidhet. Po, lidhet se këtu ka informalitet, këtu nuk ka transparencë. Një operator thot ndryshe deklarat, tjetër operator thot ndryshe. Jo, ma që problem bëhet s'ki më mshit. Edhe zërëja është kriminalizume. Kesko për thot, kekut s'ki rrymë më mshit. Nuk ka të rajt kesko, ka të rajt keku. Sa në ndikim të Albin Kurti. Shiko, nuk kemi trajt të liberalizuar. Mirë bre, po kesko ka thonë sonte. Nuk po keni rrymë më mshit, duhet me importu. Prandaj deklarata keskës ishte e sakt. Derisa nuk ka trajt liberalizuar, nuk ka konkurrencë plot. Faktikisht që s'to ka për shku. Po i dhe vesh me kuptu qytetarët, a ka rrymë, a s'ka rrymë, keku, sa të prodhu rrymë. Me ditë ata atje në katon, dragash, në rave, si kohë tje. A i katonore jo dhëtë me ditë sonte që rrymën e blejnë apë i Serbis pa tender. Edhe anashet as nashet zëtë e dënë. Shiko, na dim që dikon dhe 35%, si më zdonë statistikuar, dikon dhe është importu në Kosovë ndër vite rrymë. Importuar. Jo, për ka njerës ka posë e që importë, ka njerë. Për që ta spile një qytetarët as mu ngrit, as mu këfil, as mu qumë me dojnë protest. Të Tribullaqa, qëndron kjo që bëthët Smakiqi, apo është e kundërta e asaj? Kur po flasim për reformën energjetike ndër vite? Reforma thellë energjetike nuk është, unë thashtë edhe më herët. Këtu është me 100 milione. Një përpjekje o zotëni. Kontur globalin e kanë bëha të qeverit, e ka përzo Albin Kurti. Albini a ka bëne... Unë nuk i komentoj politikën. Politika në ka pro qytetës e shumë unë në aspektin ekonomik. Unë nuk po thëmë që kanë bëha mjaft. Asa ata që jesë kanë bëha mjaft. Ata bile kanë pro kontur globalin, kësë ka pro kërgan. Me pas bëha mjaft nuk i shikë rinja për Kosovës. Që ata që vërteme po që... Po, shumë e vërtet. Po ka ikë bashkë që qeverit mas shumë t'i ka ikë. Tash, ama shumë, ama pak është... Po dhe ti kime ikë me që t'mene që është të mos qenë real, që më vjen shumë keq që po të thamë, se sonte po të gjë, sonte po të shë, banu ma praktik për katonarin tanë atje me ditë që ka po ndodhë me rryme, tema, të thjeshtë. Unë mëzëri gjithë qytetarët Kosovë. Unë kësha dasht më arë kështu, a di qëfar debati kësha dasht më arë? Kësha dasht më arë një debat kur qeveria e Albin Kurtit e promovon një investim strategjik të kapaciteteve energjetike dhe me diskutu cilësin, se ako me koni mirë, e jo me orë për kolaps me full. Këtu s'ka ma fjallë të bukra, nuk na duan, se s'kena rrymë. Jo fjallë bukra, shiko. Pas përqindje, se si koptojnë që të dorë. I përketësot gjithë, ku s'ka rrymë, s'ka stabilitet energetik, s'ka zhvillim ekonomik, varfërohet qytetari, s'ka mirëqenie sociale, varfërohet shportet të konsumatorë. FSK-ja s'më një dhez masinat sonde me luftu, sonde me luftu, na s'kena rrymë. FSK-ja i ka shumë dritat. Shiko. Prandaj, na e këna hupe dhe sovranitetin komplet sonde. Baza ekonomike përcakton superstrukturën juridike. Shteti udhëhiqet me ekonomi, jo me politikë. Shtetet e vogël, na ekonominë ndërvarur kemi, nuk e kemi ekonominë të pavarur. Shtetet e vogël kanë ekonominë, na 80% importona, jo tashtit. Po që 24 vite, 25 vite në 70%... Unë kisha besu ty që na këna importu rrymë vazhdimisht, në qëfë se ma jep nëjë dokument, po qështo... Si ma zdojnë 35% është importu vazhdimisht. Cila vdojnë, kush cile institucion, dhëtë me qenje sakë dhëtë një? Vdojnë statistikore. Cilat, ku jenë ato statistikore? Kush i ka vdojnë? Ajo është në qytetarë. Po dhëtë me i po qytetarë. Po qytetarë. Merë me rriti tjetër herë dhe dhuj, filan dhëtën... Zotris Makiqi, më dërë që me të vërtet janë vetëm këto 4 vitet e fundit kur po flasim për reformën energjetike, ato që kanë mundur të bëjnë ndryshimin, apo ka mundur tjetë një gjë kështu, si që po e thotë edhe Zotri Bellaqa, kishte një munges e para, në këtë qeveri kemi pranim të fajsis nga një zyrtari kekut, cili ka kesh përdur dhe tyrën brenda kekut për shqitblirën e rrymës. Kemi një vendim, apo një dënim nga gjykata, këtë qeveri, si ka 3-4 muja 5. Kemi në nëhetim nga Gip Krasniqin për vepra korruptive për shqitblirën e energjisë elektrike. Kemi SMS-at e WhatsApp-it, ku është i përfshin Albin Kurti, është i përfshin Dejona Mihajli, dhe është në nëhetim për shqitblirën e energjisë elektrike. është në nëhetim kë ambasadori Martin Berishaj. Prandaj,
na nuk kena çka me fol këtu. Mafia energjetike ballkanike jo që e ka nëllë zgjerimin e kapacitetën këtu 5 vjet, por tash e ka kriju situatën kur në 100% të nevoja 1000 megawatt, aso na duhen 1500 megawatt, 1100 megawatt kena me i bli komplet pa tender. Prandaj prokurori ose shumë prokurorë të Kosovës duhet me flajt sondën ke. Me kështu çka ka ndodhur. Se na